Emisioni Radio Focus. Debate, kronika, analiza dhe lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mirdita, jeni me emisionin Focus në minutat vijues me ju unë Mendu Hysa dhe Berian Mustafa. Analistët politik në vend paralajmërojnë për rreziqe të mundshme të sigurisë dhe ato politike nëse situata mbetet e paqëndrueshme që nga mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë kur ende nuk ka arritur të formohet qeveria e re. Analistët u bëjnë thirrje udhëheqësve kosovar të jenë më aktiv në tryezat ku diskutohet fati i sigurisë së vendit, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit politik për të garantuar sigurinë kombëtare. Për të biseduar sot për zhvillimet politike në vend, por edhe më gjerë, do të zhvillojmë një intervistë me Korab Rashitin, deputet në kantonin e Bernit në Zvicër. Zoti Rashiti, faleminderit që jeni pjesë e studios tonë. Ju faleminderit për thirrjen. Zoti Rashiti, qëndrimi i të dërguarit Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen për ju, përcjell mesazhin që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë apo ajo duhet marrë një dinamik të re, një format të ri? Mbaret situatës, si të shikojmë çka po ndodh sot në Belgrad, në Beograd, ka ndryshime edhe atje, kështu që besoj që nuk duhet mungut momentalisht dialogi. Dialogi sipas meja dhe sipas përvojës që kena pasur këtu në Zvicër me këto tema, është një proces i gjatë. Kështu që nuk duhet mungut, duhet mirë me mendu dhe me pritën se çka po ndodh edhe në Serbi tash aktualisht. Pasojat politike, po mendoj dhe institucionale në Kosovë, me 9 shkurt kemi zhvilluar zgjedhjet parlamentare në Kosovë, nuk kemi ende një qeveri, nuk duket që ka as për afrime të partive politike për të krijuar një koalicion. Si shihnin kuptimin e formimit të qeverisë dhe stabilitetit politik në vend? Unë sipas diagnostikit tim edhe si qysh unë e këshyre këtë situatë në Kosovë është shumë problematike. Demokracia në Kosovë ose institucionet demokratike në Kosovë janë të mira, po nuk ka substancë. Substancë çka do të thotë kjo, unë besoj që duhet mu përmirësu të mënyra se si funksionon demokracia në Kosovë. Kosova ka një sistem parlamentar. Kjo do të thotë që sistemi e do një sistem koalicione, jo një sistem një partijake që udhëheq shtetin e Kosovës. Kështu që te popullata duhet me kuptu mirë që ata që vendosin duhet të jenë deputetët e Republikës që janë zgjedhur, edhe jo presidentët e partive. Edhe kjo është një diferencë shumë e madhe se unë si shpeshov pjesëvisës, presidentët e partive politike po kanë shumë peshë, e deputet kërkush nuk pi vetë. Në teori, deputet e kanë dorë këtë punë, deputet mund me zveti me bisedu se qysh do me formuen qeverien e ardhme. Po, si që është aktualisht në besoj që sa më shpejt do të ne bën një koalicion me gjetën kompromise është shumë rëndësi kompromise me gjetën politikë, sidomos në sistemin parlamentar të Kosovës, se me të vërtetë është problem. Se kjo qeveri që është aktual aty do të jetë mundet me nejtë edhe një kohë gjatë, kështu që është akseptueshme kjo situatë, unë zbesoj. Ju përmendet, zoti Rashiti, se që vendimet kryesore vijnë kryesisht nga liderët partijak, pra liderët e partive. A i bie kjo që në gjykimin tuaj nga ajo distancë ku ju jetoni dhe veproni që ka pak demokraci të brendshme në Kosovë brenda partive kryesore që udhëheqin me vendin që nga pas lufta nga viti 99. Kjo është si që shëf unë. Unë e shëf që... Zoti Rashiti, me gjas kemi një problem teknik. Zoti Rashiti, ju ndëqej? Ta dëgjojmë se pati një pengesë. Po, sistemi politik në letën Kosovë është i mirë, po nuk ka substancë. Kjo shka do të thotë? Kjo do të thotë unë një befasi që kom analizua dhe kom pa në Kosovë, është një individ, një qytetar i Kosovës që jeton në një komunë si komuna Ferizajit, mundet me votu një deputet në komunën të Mitrovicës. Po normalisht deputeti zgjedhet për me reprezentu një popullat në një rajon.
me një rajon. Në Kosovë është me të vërtet shumë e centralizuar, se ç'është bëhet politika edhe ato është shumë e centralizuar te presidentët e partive, dhe unë besoj që është gabim. Edhe një pikë shumë e rëndësishme që ka ndodhur në Zvicër, nuk mundesh të jesh president partie edhe në qeveri. Kjo në Zvicër nuk është e mundshme, se partia politike ka vizionin dhe rrugën e vet në afat gjatë, kurse nominohet një kryetar ose një deputet. Zoti Rashiti, a besoni që është kriza institucionale e Kosovës një tregues i dështimit të sistemit politik në Kosovë, me që përmendët edhe faktin që lideri ose kryeministri i vendit i cili garon, kandidati i cili garon për pozitën e kryeministrit, nuk mund të jetë edhe lider i partisë? Po, nuk mund të jetë edhe lider i partisë, është një përzierje i funksionave. Kur një njeri është në qeveri të një shteti, e udhëheq për shumicën e popullatës, kurse partia e mon linjën politike të vetën. Në Kosovë, sipas meje, është këtu një efekt shumë negativ, kurse një kryeministër më të më qenë edhe kryetar e partije, edhe me ato kur shkon jashtë, si për shembull në Zvicër, nuk e di me auto si kryetar partije, as si ministër. Kjo është një farë sipas meje një farë pengesa, një farë problemi me në Kosovë. Po. Mendo? Zoti Rashiti, marr parasysh se kemi pasur një fushat një mujore të zgjatur ajo është llogaritë të jetë fushat shumë e gjatë, një muaj për një vend të vogël siç është Kosova, dhe kemi pasur edhe përplasje edhe fjalor nganjëherë edhe të rënduar edhe me ofendime dhe me gjëra të tilla. Sikur të ishte hipotetike kjo është pyetja, sikur të ndodhte diçka e tillë në Zvicër, a do të mund eventualisht pastaj të pasonte një pajtim dhe një koalicion i shpejt, a do të harrohej lehtë një gjuhë e tillë, po e zëm, apo a do të ishte mirë që të harrohej një gjuhë e tillë dhe të vazhdojë tutje të shihen interesat e vendit? Po, unë besoj që duhet më harru një gjë e tillë, sepse fushata e ka atë rolin e vet, ku është një farë loj narrative edhe retorike që luhet aty, por kur vjen puna me formuar një qeveri, aty është më e rëndësishme se sa politika retorike. Por nuk do të më harru se partijet politike në Kosovë, sipas meje, dallojnë shumë, sidomos lëvizja vendvendosje me këto tri qerat PDK, LDK dhe AKK, ku e kanë orientimin politik, sidomos socioekonomik, pak më ndryshe, dhe këtu besoj që nuk mundet me pas pajtime. Po një dialog i tillë, vërtet një koalicion i tillë ishte provu më herët mes vetëvendosjes edhe lidhjes demokratike të Kosovës, e cila pastaj për shkaqe politike dështoi, por që në fillim u harmonizua. Tash, për shkak të interesit nacional të vendit, sidomos me gjitha këto zhvillimet që i kemi në nivel global, besoni që ndoshta edhe planet socioekonomike, karshi zhvillimeve politike, sidomos dialogut me Serbinë, duhet të mbeten ndoshta në rend të dytë për të gjetur një gjuhë të përbashkët për krimin edhe mundësinë ndoshta edhe një koalicioni të gjerë? Po, pe kuptoj pyetjen shumë mirë, po unë sot në konfiguracionin politik që gjindet Kosova, nuk besoj që LDK ka diçka të përputhme me lëvizjen vendvendosjes sot. Se programi socioekonomik e parja, edhe ajo besoj që më e rëndësishme se dialogi, më e rëndësishme se dialogi, nuk përputhen. Edhe orientimi LDK vendvendosje me program bashk diçka, një farë Po mund të jetë edhe një koalicion me PDK-n, mund të jetë një koalicion edhe me PDK-n ose me AK-n, nuk do të thotë vetëm me lidhjen demokratike. Po, kjo është sistemi zviceran ku pushteti ndahet për këtë partijat e para, katrat, kështu që me një sistem ashtu do t'i vinte vendvendosjes 7 ministri, PDK-s 4 ministri, LDK-s 3 ministri dhe AKK-s 1 ministri, do të bëhet një qeveri në unitetit nacional. Kjo i shkon diçka shumë e mirë,
edhe një orientim edhe dhe kauzat përbashkëta, sidomos në strategjike për dialogun me Serbinë. Po ju mendoni që problemi është tendarja e ministrive apo është çështja tek pozita e kryeministrit, sepse që të gjithë kandidatët e partive politike të cilët kanë ngaruar në zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit, synim është pozita e kryeministrit. Tash pyetja është sa ka maturitet Parlamenti i Kosovës, a duhet më ka një për atyve kryeministër. Në Zvicër ndodh që kena këshilltar federal që as nuk u kanë parlament dhe është i zgjedhur për deputetëve për me atë mision. Kështu që varet këtë për deputetëve edhe këto unë shumë unë pengon shumë që deputetë nuk njihen, nuk e ndigjojmë deputetët që është mendja atyre sot, po ata faktikisht vendosin parlament se kush do të jetë kryeministër. E kjo unë besoj do të aty, sidomos gazetarët në Kosovë, mi pyeten më shumë liderët ose deputetët, më falni, çka mendojnë ata dhe për çka dojnë ata. Mendo? Tash me që po jetojmë në kohë turbullta dhe zhvillime të shumë dinamike geopolitike, unë do t'ju pyes zoti Rashiti se cili është roli i Zvicrës në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin perëndimor, me që dihet se Zvicra është atë i dytë për shumë qytetarë të Kosovës që jetojnë dhe punojnë atje. Roli i Zvicrës është mas pari me këshillu si të ka mundësi përmes ambasadës ose përmes kanaleve ndryshme politikën ose politikanët e Kosovës se qysh i zgjedh problemet Zvicra ose si që kish bërë në Kosovë. Bile para 2 javë pata një takim me ish këshilltaren federale Michelin Kalmirej, ku më tha që të thret edhe është organizuar që të thret da presidenta të komunave në Kosovë, në Zvicër, për me pas se si qysh u rregulluan në kantonin e Bernit në veri të kantonit Bernit problemi me separatizmin e jurës, për me mësu për kësajna. Unë besoj që Zvicra ka shumë interes për një stabilitet në Kosovë, se ka një diasporë shumë të madhe këtu, edhe ne jem gjithmonë të gatshëm të ndihmojmë Kosovën, po duhet edhe Kosova me lyp ndim, ose me ardhur këtu edhe me kërkuan këshilla, kurse këto halosat nuk e kom parë. Po, gjithmonë Zvicra ka mbajtur një status, një rol neutral ka karshi zhvillimeve. A vlerësoni që ka pas rol në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ose a mund të ketë ndikim më të madh në kuptimin e ndërmjetësimit zhvillimit këtij dialogu ose inputeve të saj? Zvicra e keni me drejt, është një shtet me pozicion neutral, në mënyrë diplomatike, kështu që kjo është e njoftur, por Zvicra mundet nuk kanë mediator, si nuk funksionon në Bashkimin Evropian si mediator, pse jo Zvicra? Zvicra si shtet neutral për këto çështje, po kur nuk u bën kjo analizë ose kur nuk u përpjek për mdoket as diplomacia e Kosovës, as e Zvicrës, po në besoj që Kosova do të ketë një strategji se shka është më e mirë për Kosovën, a është më e mirë Bashkimi Evropian të jetë mediator, apo Zvicra, apo Amerika, po a kështu e dim që këta du të mbajt Evropa dhe Amerika do të jenë në një farë forme, po nashta me një farë procesin ndryshëm, nashta më të Zvicra me luajtur një rol aty aktiv. Mendu? Përmendet pak më parë se sa e rëndësishme është në një farë mënyrë aluduat në një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë, duke i dhënë madje përparësi edhe karshi dialogut. Atëherë, mendoni se që nga përfundimi i luftës politika apo bartës të institucioneve të Kosovës janë qasur drejt diasporës që jeton atje dhe pse realisht nuk ka më shumë them mbështetje post remitancave si para e gatshme që vjen, pse nuk ka mbështetje më të madhe për rimëkëmbje ekonomike nga Zvicra? Qasja ka qenë e gabuar apo ku është problemi? Besoj që janë politikat që janë të zhvilluar në Kosovë, aktualisht edhe sidomos 4 vitet e fundit nuk janë të duar. Kosova mas të luftës me një shtet të dopt,
një shtet të dobët nuk do të thotë që nuk ka dhe oportunitete ekonomike, kështu që ne besoj që 20 vite para ka pas shumë oportunitete ekonomike, se ka pas më shumë liri për investime, më pak tatime dhe më pak rregullore për me ndërmarr. Por sot Kosova, si ta shoh me mënyrë legjislative, i ka 1068 ligje, gjithmonë më shumë është një farë shtrëngimi e ekonomisë në Kosovë, kështu që është shumë më vështirë dhe politikat dhe rrethanat për me biznes në Kosovë nuk janë aq atraktive. Nuk janë aq atraktive kur ta kshym me Maqedoninë apo edhe Malinezin në disa forma, ose Serbia në disa qera forme. Kosova është një shtet i vogël, 1.7 milion banor, dhe ankon si një shtet më kanë 50.000 banor, sepas meje, shumë ligje, shumë ngarkesë legjislative, edhe kuadra nuk është e mirë për investimet jashtme. Zoti Rashiti, është një çështje që Kosova duket që edhe vuan, sidomos viteve të fundit. Është çështja tek diplomacia e jashtme. Par nga perspektiva e një deputeti shqiptar atje, ku do i vlerësonit që ka ngecje në diplomacinë e jashtme kosovare? Shpeshherë viteve të fundit kemi pasur edhe deklarata ndoshta jo shumë të këndshme në raport me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, me përfaqësues të ambasadave të Evropës, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Viteve të fundit ka ankesa reale që diplomacia jashtme kosovare është e zbet në çështjen e lobimit, qoftë politik, qoftë ekonomik. Po, unë besoj që diplomacia e Kosovës është të funksionu shumë në një farë mënyrë konvencionale. Domethënë, sikur më kanë rregull në Kosovë, si ta këshyri këtu jashtë, unë besoj që diplomacia e Kosovës do të funksionu në mënyrë jo konvencionale. Merr një shembull Zelenski për Ukrainën, lobon edhe sistemi lobimit të Ukrainës është shumë i fuqishëm, edhe shumë rezultate të mira ka. Kështu që Kosova do të pas në rruga ndryshme për me arrit qëllimet. Edhe unë besoj që jo njoftësia e shtetëve ku janë diplomatët ose ku funksionon diplomacia e Kosovës nuk është aq e njoftur siç duhet, edhe nuk i kuptojnë ndoshta edhe mekanizmat si mirën vendimet në këto shtetet e jashtme. Personalisht për në Zvicër, unë kam provuar disa herë me kolaboru me diplomacinë e Kosovës për me orientu, me dhënë informata ose me dhënë një farë orientimi se gjysh është mirë ose si duhet me anku, por nuk shon një farë aksioni konkret në këtë mënyrë, kështu që jam edhe pak i dëshpëruar, edhe kjo besoj që është një sistematike në çdo vend. Pra ju thoni që ka pasivitet nga ana e diplomacisë kosovare? Në top pushtetit të Kosovës, besoj që ka pasivitet, po në për ambasada është një falloj diplomacie konvencionale, dhe më thënë i etablume dhe hecë një farë procese standard, po nuk besoj që Kosova duhet me pas një diplomaci jo konvencionale, dhe më thënë me një farë lobimi shumë atë fort, dhe me koncentru një budget edhe njerëzit të duhur në për këto fusha se Kosova ka nevoj për diplomaci të fort edhe një lobim tepër të fort. Po për kështu, duhet edhe kompania internacionale private që janë public offers, që thonë anglisht, me punu, me bashkëpunu me ato dhe me pas rezultate. Si e sheni orientimin strategjik të Kosovës, po e përmendi edhe një herë për shkak të zhvillimeve të përgjithshme që po ndodhin në Evropë dhe përgjithsisht në glob. Si është orientimin ton strategjik, a është ai duhuri, çfarë do të kishit thënë ju si vretja apo si sugjerim gjithnjë nga perspektiva e një deputeti që jeton dhe vepron në Zvicër? Po, sipas perspektivës tam, si ta shohim kuvendet në çdo shtet në Bashkimin Evropian, shumica e kuvendeve është në majën e djathtë. Kjo është një element i parë që duhet mu pa. Gjermania shkoi më shumë tash në anën e djathtë, sepse do të hemi një koalicion me SPD-n, po do të është më e djathtë. Në Francë është alo Macroni, po tendencat e ardhshme do të jenë djatha. Italia është e djathta, Austria ka e djathta, po e bën një farë koalicione ndryshme, po popullata mendon me një farë forme më e djathtë se çmajt. Kështu që vetëm Spanja ka met në Evropë, edhe
aktualisht lëvizja vendvendose si ta marr është në një farë forme, një farë ideologjike si qeveria spanjolle, po unë besoj që se edhe Amerika ka shku në mojën e djathtë, kështu që këtë perëndimi është e kalibrua pet politikat me një farë anë më shumë liberal konservatore, edhe më pak progresiste socialiste ashtu nuën vend. Në Zvicër e kampi i djathtë ka pushtetin për gjithmonë, socialistat kur nuk kanë dirigjuar kantonet apo konfederatën Zvicër, kështu që marrëdhëniet unë besoj sot bëhen edhe shumë sipas ideologjisë, edhe njerëzit me kanë biseduar edhe çka bëhet. Kështu që unë besoj që si Kosova ka me një orientim progresist socialist këto vitet e ardhshme, do të ketë shumë problem se edhe politikanët në Evropë ose në Amerikë janë më ideologjik, kjo anë edhe dojnë me pas da politika më konservatore liberale. A i bie kjo që do t'ishte ndoshta shumë më mirë që të krijohej një qeveri edhe me të djathtën brenda dhe do t'ishte më e qëndrueshme sipas asaj që ju po thoni. Unë sipas meje, edhe sipas përvojës teme, e di kur të ungjemi në tavolinë edhe e kena përballë neve një qeveri që është më e djathtë, se djathtë si unë që jam një parti djathtë, atëherë ndihemi shumë më shpejt. Kuptohemi shumë më shpejt edhe marrëveshjet janë më pragmatike ose më të shpejta. Kurse ka edhe diferencë ideologjik, aty nuk ka pajtim, shumë herë nuk ka pajtim. Kështu që besoj, si ta shohim çka po ndodh në Amerikë, edhe Richard Granelli, se siç komunikoi në zgjedhje, ajo kanë sinjal u kanë për të thënë që ne nuk dojmë me socialista me vepru, dhe e dini ju shumë mirë që Elon Musk qoftë në Gjermani, qoftë edhe në Angli ka anku për me ndërhyrë zgjedhjen, nuk është ndërhyrje, po një farë lloj orientimi, për me u thënë popullatës votoni më shumë djathtën. Po, në këtë kuptim, politikat aktuale të Donald Trumpit kanë kriju një farë valë të re të politikave dhe në Evropë. Duket që Evropa është shkuar nga ajo rahatia e politikave sociale që ka pas, socialo-ekonomike, cilat i ka pas për popullatën e vete. Në raport me Kosovën, si do të cilësohet kjo? SBA-ja vazhdon të jetë partner strategjik i saj, apo ka luhatje të këtyre raporteve marrë parasysh që partneritetet nuk janë të përhershme? Unë besoj që Shtetet e Bashkuar e kanë aliat Kosovën për çështje strategjike rajonale, nuk është pse na dojnë neve sipas mendjes politike ose një çfarë zhvillimi ideologjie politike që kem Kosovë, janë nuk luajnë rol aty, por unë besoj që luajnë rol kur vjen pyetja në dialog. Se në dialog, si ta keni një palë që është më e afër ideologjikisht, po them, ose një farë mënyre më pragmatike, aty mundet me lëviz da pika mund me lëviz. Kështu që unë personalisht e shoh këtë që është ideologjia luan një rol të fortë edhe në diplomacinë të ardhmen, kështu që edhe aty nuk do të me gabu, do të me bën një koalicion që ka një farë ekuilibri aty, një farë balance, edhe për me kanë në çdo. Zoti Rashiti, a mund të pritet me qeverinë e re të Trumpi 2 po e quaj, a mund të pritet sërish një skenë e njëjtë kur në zyron ovale atëherë ishte ish kryeministri Abdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić, që rezultoi megjithatë me një njohje të re të Izraelit për Kosovën. A mund të pritet një skenë e tillë prapë për Kosovën, por ndoshta kësaj radhe me një vendim më të shpejt, ndoshta edhe me themelim të asociacionit? Se di, në varë shka të ndodhë në Ukrainë, mas parin, edhe në Gaza, besoj që janë prioritetet 1 e 2 për administratën Trump, kështu që në Ballkan do të vjen shumë më larg, se nuk ka një tjetër temë ndërmjet që hin, kështu që nuk është prioritet administratës Trump 2 aktualisht, po si të vjen Trumpi do të jetë shumë më direkte, domethënë do të ketë më pak pritje për administratës Trump 2 për shkadon njëri ose tjetri, edhe besoj që ai që ka strategjinë fillimtare më të mirën për me fitu më shumë është fituesi, edhe do të më shku me propozime të sakta, jo me prit që të vinë propozimet. Kjo besoj që është me rëndësi. Mendo?
Si po e shihni zhvillimet në fakt në Zvicër, si po shihen zhvillimet e fundit sa i përket luftës në Ukrainë dhe sidomos qëndrimit dhe ofanzivës së fundit ruse në Kursk. Si po shihet, çfarë mendon opinioni për atë që po ndodh në Ukrainë? Opinionin Zvicër e dënon agresionin rus, e parja. Këtë klasa politike dënon agresionin rus, nuk ka politik që mbështet narrativin rus në Zvicër, dhe me thënë në klasën politike oficiale. Populata e Zvicrës ka ndihmuar shumë me refugjat ukrain, kështu që 80.000 ukrainës janë këtu, ku janë oferuar punë, banesa, shëndetësi dhe shumë sende të tjera. Po sot edhe populata zvicrane u lodhur sepse edhe këtu zvicranët kanë probleme ekonomike, pensionistat për shembull, ose fuqia blerëse është një problem edhe këtu. Kështu që është një farë lodhje me këtë luftën në Ukrainë, çdo njëri po besoj po pret një zgjidhje të luftës në Ukrainë. Nëse flasim formë sarkastike, atëherë nëse zvicranët kanë rënje të fuqisë blerëse dhe kanë probleme ekonomike në Zvicër. Imagjinoni çfarë mund të jenë problemet ekonomike dhe sociale në Kosovë, por që reagimi qytetar megjithatë nuk duket që është shumë. Si shihni pra në aspektin e zhvillimit ekonomik, pse gjithë kjo do e quaja letargji e popullatës për të mos reaguar në raport me zhvillimin ekonomik? Kemi vetëm kohëve të fundit shtrejtimin, paralajmërimet për shtrejtim të rrymës, inflacioni shumë i lartë, rritje shumë modeste e pagave vetëm në sektorin publik, ndërkohë që sektori privat ende nuk është shumë stabil kuptimin e ka barrën kryesore të mbushjes buxhetit të shtetit. Unë besoj që politika të luajë një rol shumë të madh këtë çështje në Kosovë. Çështja është ose diskursi politik është gjithmonë në këshir një shka po ndodh në veri, dhe mes këshir një shka po ndodh para derës juve, ose në fakturën e juve, ose në xhepin e juve. Kjo është një realitet sipas meje që e shoh unë. Inflacioni në Kosovë kanë më i lartë në Evropë, mos ta harrojmë, edhe se është tema teknike, nuk du me hime tema teknike këtu, po inflacioni çdo herë shkon të rrit, nuk shkon të zbrit, apo kuptoni një çmim nuk kthehet tepërmas. Kështu që në Kosovë, po mdoket që është një farë narrativi që e ka mbush popullin e Kosovës me përmendu vetëm për veri, e jo për me menuan politika konkrete të përditshme që shmja përmirësu jetën. E kjo unë e denoncoj këtë, sepse që shtash më përpara, më rëndësi në Kosovë është një politikë socio-ekonomike zhvillimi, se pa ekonomi nuk ka ushtri, nuk ka shëndetësi, nuk ka edukat, nuk ka kur gja hiq, e besoj që është shumë më e rrezikshme se dialogi është një proces i gjatë dhe duhet me quhen gjatë. Për marrë vetëm një shembull, në kantonin tem, kantoni Bernit, kena pasën 50 vjetë dialog me veriun e kantonit Bernit, ku ka pas ndarje. 50 vjetë ka shku procesi. Mas 50 vjetëve, vitin e kalushëm unë e kom votuar në ndryshimin kushtetues, po ky proces ka ndodhur 50 vjetë. Merë ato 50 viteve, krijuan një farë solucioni i cili janë pajtu këtë palet. Kështu që në Kosovë prioritetet do të mundu atje. Po si të më shtua një pyetje, një temë, besoj që në mënyrën diplomatike, Kosova, kur flasim për diplomacin, unë besoj që diplomacia e Kosovës do të më shku me këshir partneritetet e vetë Bashkimin Evropian në Amerikë, dhe mi thanën, nuk ka marrëveshje me Rusin pa e njoh Rusia edhe Kosovën. Si ta njeh Shtetet e Bashkuar Krimen, ose Bashkimi Evropian e njeh Krimen, atëherë do të automatikisht edhe Rusia me njoftën Kosovën. Edhe kjo ndifalloj me shti këtë temë në diplomaciat perindimore, por më kanë edhe kjo një argument i fortë për perendimin kundër Rusijës, ose për mos me fitu çdo shka Rusia, por edhe me dhënën garancia për qerasënën. A do ta kishim besonin mbështetjen e Brukselit, sepse Brukseli është qendër e vendimarrjes për këtu në Evropë. Besoni ju që do të mund ta fitonim simpatinë e Brukselit ose mbështetjen për ta shtruar këtë çështje në tavolinë? Po, se Brukseli nuk e ka akcepton situatën aktualisht me Ukrainën. Beson që Rusia është u fitu gjithçka.
me ja njoftën Rusijës Krimen, me ja njoft Krimen edhe mës me ndodh sen qeter, është problem edhe për sigurinë në Evropë, në Ballkan, ose në Estoni, ose kështu. Kështu që mundet me rregullu edhe një problem, si të ka një marrëveshje me Rusijën, mundet me rregullu edhe një problem i madh në Ballkan, kështu që mund njoftën për Rusijës Kosova. Pa mundët kjo me shku edhe kontra nëse SHBA-ja do të nje aneksimin e territoreve të cilat i ka pushtu Rusia, a mund të rrit kjo dhe apetitin që pastaj edhe Vučić me një politik të tillë të paktën të bëjë një tendencë për të marrë veriun e Kosovës? Jo, nuk besoj se unë nuk po tham për oblastat e Donetskit dhe Luganskit, po foli vetëm për Krimen, ku është një farasi pak më specifik se ato dy oblastat tjerë. Po unë besoj edhe Krimea ka me një politikë realiste, besoj që Krimea nesër do të kthehet në kuadrën e Ukrainës, nuk besoj, do të jetë shumë. Ka qenë edhe ashtu dikur territori i Rusisë, duket që jo është fal nga ana e Bashkimit Sovjetik. Po, qashtu, domethënë historikisht, unë besoj që si të ka një farë, si të shën diçka Bashkimi Evropian ose Amerika, duhet me hinë në ekuacion edhe Kosova, një njoftë për Rusijës për Republikën e Kosovës. Përshka se historikisht e di me Kongresin e Berlinit në 1878, aty janë darën i kufit edhe ka pasën ndryshimet mëdhaja, kështu që e dim që Rusia do të ketë gjithmonë sunime në Ballkane për me dalë në deti, kështu që do të me stupu ata dhe me kriju një arkitekturë sigurisë të re, edhe një siguri globale në Bashkimin Evropian, e kjo do të henë ekuacion besoj. Zoti Rashiti, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj për këtë intervistë, kaq kishim të paraparë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, ishim në linjë të drejtë për drejtë me Korab Rashitin, deputet në kantonin e Bernit të Zvicrës, me cilin kemi biseduar për zhvillimet në Kosovë, por edhe më larg. Nga unë Berian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa, dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën kohë.